ato të Aleancës së Sigurisë që është organizata Shangajt. Gjithë janë do parë në tërësinë e tyre gjithë to elemente analiza. Zoti Lezi, nga ana tjetër, a mendoni se po e përdor Trump pra këtë garë bërthamore si një mjet politik apo bëhet fjalë për një lëvizje strategjike të mirëfillt të Pentagonit, sepse Donald Trump në reagimin ndaj testimeve ruse urdhëroi fillimin e testimeve bërthamore amerikane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbeten mbrapa. Nderuar, tregon një farë mënyrë edhe shqetësimin e real që ka dhe SBA-ja për hir të vërtetës se kuptimin që konflikti ka kaluar disa vite tashmë dhe nuk dihet përfundimi pavarësisht përpjekjeve të bëra dhe ka arritur në nivel të lartë të këtij rreziku për shkak të daljes edhe evidentimit të këtyre armëve bërthamore dhe ai siç e thash kurthi tuk I diti apo gara armatimit I ethet e garës armatimeve apo deterrenca I përfshin këto të mbledhtë dhe në rast se do kemi një zbatim të këtyre armëve nga ana e Putin apo e Moskës I cili I ka testuar me sukses këto armë, qoftë ose don po edhe burjesnik, nga tjetër do kemi një kundërreagim edhe është normal kjo për treguar dhe ato aftësinë e tyre reaguese dhe mbrojtëse për të thënë që ne nuk kemi këtu thjesht vetëm retorik diplomatike apo për zbatim sanksionesh e cila për hir të vërtetës nuk I ka arrit ato objektivat strategjike dhe finale, por që jashtë të fundit edhe ushtria dhe armatimi që do vendos. Por nuk besoj që do kemi një përplasje, po është thjesht dhe vetëm një testim dhe një luftë psikologjike, reagim kundër reagim që I bëjnë të mëdhenj dhe fuqitë e mëdha e cilat ato do vendosin për hir të vërtetës. Por që thënë edhe këtyre të vegjëve që nuk kanë gradë lirie për të manovruar, për të vendosur, por tek e fundit janë brenda interesat mëdha strategjike të këtyre shteteve dhe arritjen e objektiva tek e fundit vendimet ato do I marrin. Dhe imagjino presidenti Trump dhe SBA gjithmonë ka qenë edhe këshilluese në sensin e saj, përpjekjet kanë qenë për t'i dhënë fund paqes luftës, por nga ana tjetër kanë dhënë edhe sugjerime orientime për ta parë për një tërheqje koncesion qoftë Ukrainës, por edhe vetë perëndimit për t'i dhënë sinjale sepse konfliktet dhe interesat e përplasjes së këtyre superfuqive apo fuqive të mëdha nuk janë thjesht vetëm në një zonë caktuar siç është në Ukrainë, po janë edhe në Indo-Paqisor, po janë edhe në Arktik, po janë edhe në vatat e tjera të cilët ato mund të ndanë në gjeohapësirë, të cilët kanë më shumë për të dhënë interesat janë më të shumta për që I bashkojnë raport me ndasitë apo përplasje që mund të vinë në zona të caktuara dhe si tillë parë në këndvështrimin e historisë këtyre konflikteve, besoj që ato edhe dakordsohen për të lësuar njëri tjetrën në një zonë caktuar, por për ta kompensuar atë në zona të tjera apo me fusha me interes përbashkët, të cilët janë për punët botërore, për paqen e sigurisë e globit janë të shumta, nuk janë thjesht vetëm një konflikt. Po testohen edhe këto vata, testohen edhe aftësitë e tyre të fuqisë edhe përpjekjet për dominim apo hegemoni, po sikundër pa I neglizhuar edhe interesat. Zoti Lezi, nga ana tjetër vendimi I Washingtonit për të sanksionuar kompanitë gjigante Lukoil dhe Rosneft duket se ka ceruar sërish marrëdhëniet midis dy vendeve, duke ndalur çdo përpjekje për dialog dhe kjo ndodhur pas takimit të tyre në Alaska. Sa mund të ndikojë ky spiral tensioni në tregjet energjetike globale dhe në raportin e fuqisë mes Perëndimit dhe Rusisë? Nderuar, ka një përpjekje të bazë për t'ia shkputur varësinë ekonomike apo që quhet sigurinë energjetike të perëndimit përmes asaj që quhet gjeopolitika e tubacioneve apo naftës dhe gazit, ku për hir të vërtetës për shkak të investimit të madh në kohë që ka bërë Rusia, e ka kurzuar në qendrimet e saj Evropën për shumë kohë, kjo është parë në disa konflikte që ka qenë pazojë Evropa për të ndërhyrë apo për të qenë një zëri koherent e lidhur me qendrimet ndaj Rusisë. Kemi parasysh që ndodhet në Moldavi, kemi parasysh të Krimen, po dhe shumë qendrime të dyzuar lider të caktuar evropian, të cilët janë kurzuar pikërisht nga interesat dhe kurzimet fjalë të varësisë ekonomisë së tyre nga gazi dhe nafta ruse. Dhe strategjia amerikane është pikërisht ta shkputë këtë varësi për të krijuar një diversifikim rrjetesh furnizimi përmes të tjerëve, por në rastin konkret edhe SBA-ja është pjesë
një aktor i të rëndësishëm në këtë drejtim i fjalë që ekonomia evropiane mos të varet tërësisht nga ajo ruse, por kjo nga ana tjetër e dobëson ekonomikisht Rusinë, paksa dhe tenton t'ja dobësoj dhe ato pak ndikime që mund të ketë në shtetet e Bashkimit Evropian të Evropës, ke parasysh këtu qoftë Slovakia, po qoftë edhe Rumania, Hungaria, janë shtete të cilet nuk e kanë prish kohezionin e brendshëm evropian, pikërisht për shkak lidhje ekonomike apo një lloj furnizimi që merr nga Rusia me termat më të zbutur tarifor, ndërkohë që nga ana tjetër në strategjia e madhe e Rusisë ka qenë e tillë sa që është përgatitur për këtë skenarin e luftës së konfliktit, duke diversifikuar linjat e saj të furnizimit me vendet e jugut dhe kryemi parasysh atë që është marrëdhëniet që ka me Kinën kryesisht, me Indinë, me Pakistanin, Indinë dhe Iranin. Dhe këto janë ato kryesorë që në një farë mënyrë kanë zbutur efektet e krizës dhe aplikimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian, ku është edhe synimi kryesor edhe i SBA-s që t'ja dobësojë dhe t'ja shkpusë të lidhje, ku dhe takimet e fundit të presidentit Trump me Kinën, me presidentin kinez, është që përkundër uljes tarifave në një farë mënyrë të japet një garanci që t'i shkpusë edhe po të ndikojë edhe në Rusinë për një tërheqje pa arritjen e marrëveshjes, dhe jo vetëm aty dhe në shtetet e tjera të organizatës BRICS-it, në mënyrë që Rusia të ndjehet paksa e izoluar në qëndrimet dhe konsekuencën e saj në luftën, por siç e thamë edhe në panelin e pyetjeve të para, që Rusia përmes testimit dhe aplikimit të teknologjisë ushtarake këtyre armëve jep sinjal jo vetëm shpërballes dhe perëndimit dhe NATO-s, por dhe alatëve të saj që varësia ime nuk është thjesht vetëm te ekonomia ajo që ju më jepni dhe garantoni, por jam një superfuqi ushtarake ku kam avantazh konkurrues pikërisht me ato armë, qoftë Tomahawk, po edhe ajo që ju përmendët Poseidon, të cilët çfarë kanë autonomi, karakteristika të cilët më garantojnë edhe suksesin dhe performancën ushtarake në zhvillimin terren dhe përmes tyre përdorjes si mjet deterrencë dhe presionin dhe nga ana tjetër në farë mënyrë edhe i forcon këto lidhje për të treguar që janë lindja, Kina, India, Pakistani, Irani, Rusia dhe vendet e BRICS-it apo vendet e organizatës Shanghai kanë një lloj, apo edhe Korea e Veriut kanë një lloj autonomie strategjike dhe një lloj sigurie për të përballë me sfidat përkundër perëndimit. Është një përplasje gjeostrategjike midis bllokëve, nuk është thjesht vetëm midis dy shteteve apo një konflikt i izoluar, por do parë tërësinë me përplasjen e gjithë interesave të bllokëve të caktuar, në rast konkret ato tashmë janë të identifikuar në kuadrin e një bote multipolare dhe gjithë ato që janë rreshtuar në lindje, pikë parë kanë këtë pranimin e multipolaritetit si një parim i sistemit të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare në sfidë ndaj asaj unipolare dhe hegemone të SBA-s, dhe nga ana tjetër një dobësim i ndikimit të perëndimit të SBA-s, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në këto zonat e tyre, të cilët kërkojnë pavarësinë e tyre për t'i qeverisur. E qartë. Mirë, zoti Lezi, ndalemi tek një tjetër çështje, ndjekim insertin dhe rikthehemi së bashku. Prej orës 10 të paraditës në gjykatën kushtetuese këtë të premte, urqyrtuan Kimi Mjerion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës, me interesin e lartë të medias, pasi Veliaj shfaqet për herë të parë në publik që prej arrestimit më 10 shkurt, pjesa e parë e seancës 2 orë gjysmë, u fokusua tek fjala e kryebashkiakut Veliaj dhe mbrojtjes së tij, që dhan parashtrimet e tyre dhe ju përgjigjen pyetjeve të Këshillit të Ministrave dhe Presidencës. Veliaj tha se u rrëmbye nga zyra pa kryer asnjë shkelje dhe se po mbahet në parapurgim me një regjim burgoseje më të rëndë se sa vrasjet seriale. Cilat shkelje të rëndë kushtetutës apo të ligjet kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të kryetarit të Bashkisë Tiranës? Përpjekja ime për të mbajtur beslidhjen me qytetarët e Tiranës, edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli, është detyrim imi nga qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisa politik, është fuqia që më shtyn ta bëj të betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Argumentimi për shkarkimin se nuk është paraqitur në detyrë prej më shumë se 3 muajsh, e cilësoj si fryrjen më të rëndë në jetën e tij, sidomos që erdhi edhe nga bashkëpunëtorët e vet. Nuk kisha se si të më fryrnin më rëndë se kaq. Nuk do ka qenë fryrja më e rëndë e lezetësisë publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fryrje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fryrja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër.
dhe që nuk dënuan as të mëftonin, as në njoftonin, as në dëgjonin. Zoti i faltë. Bërëm çdo marrëtar dhe them Zot fali se nuk din ç'kan bërë marrë vendim. Ky akuz nuk më lëndon për fjalën dhe shkrecat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. Dy padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimeve të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësire nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Mirë, zoti Lezi, si e keni parë ditën e djeshme në gjykatën kushtetuese fjalimin e zotit Erion Veliaj dhe kujt i referohet ai konkretisht kur përmend bashkëpunëtorët e tij? I nderuar, në retorik, na kthen pak në kohën e regjimit regjime komuniste, nëse i kthehemi gjyqe politike apo asaj seancës që është bërë tashmë e njohur, ku ish ministri brendshëm i asaj kohe, i bëhet një gjyq politik brenda byros politike, Skadria Zviu, që partia ime po më dënon. Dhe paka shumë u pasi i tillë, ky lloj qëndrimi i zotit Velia në përpjekjet e tij për të bërë apologjinë ndaj akuzave të ngritura, ai është në të drejtën e tij për të mbrojtur, domethënë që në mënyrë gjykata kushtetuese është ka marrë një vendim të drejtë në kuptimin e trajtimit dhe pranimit të kërkesës së tij për ta shqyrtuar, duke pezulluar edhe dekretin e presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve, sepse gjykata kushtetuese merr në konsideratë dhe trajton gjithë çështjet për ka shkelet të rënda të kushtetutës. Është edhe në gjykimin dhe vlerësimin e tyre është parë në rastin fjalë është parë si i tillë duke pezulluar dhe zbatimin e dekretit të presidentit për sa i përket zgjedhjeve lokale. Ndërkohë që palet ndërgjyse në rastin konkret qoftë presidenca apo dhe Këshilli i Ministrave e kanë dhënë që nuk kemi para një mosmarrëveshje kushtetuese, por kemi të bëjmë me një shkelje ligjore për vakancës krijuar në mungesë të ushtrimit ushtimit të detyrave nga ana e zotit Velia. Dhe kjo ka qenë arsye ku vendimi i Këshillit Bashkiak që është një katagrin e tij për ta marrë një vendim, dhe më e keqja është që këto që i marrin vendim për shkarkimin ishin gjithë ato të cilët i kishin nominuar dhe i kishte zgjedhë zoti Velia si bashkëpunëtor të tij më të ngushtës, se kemi parasysh që një kryetar bashkie pa një forcë mbështetëse të anëtarëve të Këshillit që është parlamenti i atij vendi, asnjë lloj vendimi për qoftë planifikimin buxhetor por edhe zbatimin nuk mund ta bëje. Aq më tepër që kanë të bëjnë me këto çështje sensitive të fundit të bashkisë. Dhe ky ishte më e ndjeshme për zotin Velia, ku të bënte një bilans të gjithë përpjekjeve të tij për punët e bashkisë, që nuk e mohon askush, por nga ana tjetër, pse ky reagim i anëtarëve të Këshillit do të thotë që partia ime e dënon ato anëtarë të cilët morën një vendim, dhe nga ana tjetër u certifiku përmes një vendimi edhe akti formal qeverisës dhe i shkoi presidentit për dekretuar datën e zgjedhjeve. Dhe kuptohet kjo është një proces i cili do zgjat për hir të vërtetës, por zoti Velia u dha mundësia përmes gjykatës kushtetuese të ezarojë të etapët të shqyrtimit gjyqësor, që nesër mos çështja të konsiderohet e zgjidhur në strategjinë e mbrojtjes tij, është që të ezarohen gjithë etapat e shqyrtimit gjyqësore në gjitha nivelet e gjyqësore, shkalla parë, shkalla 2 të apelit dhe ajo e lartë, dhe në pas e drejtohet të gjykatës kushtetuese, dhe këtu jemi në këtë fazë. Dhe gjykata kushtetuese, çfarë do të ndodhë nëse gjykata kushtetuese do të vendosë kundër Erion Veliajt? Kundër Erion Veliajt nëse do vendosë më tepër gjasat fshu janë, në kuptimin e kësaj që gjykata kushtetuese do vendos në vendimin përfundimtar dhe për kërkesat paraprake që janë bërë nga ana e zotit Velia, dhe mendoj që gjykata kushtetuese do të lanë fuqi në zbatimin e vendimit, por mund të japë rekomandime të tjera për sa i përket vakancave në ligj. Në qoftë për ligjin për pushtetin vendor, po ashtu edhe për rastet e ushtimit të agra presidentit kur kemi situata analoge, sepse praktika është e tillë saqë janë praktika të dyzuar në rastet ku u tha nga zoti Velia që ka pas një vakancë nga të zgjedhjet vendor për më shumë se kaq muajsh që ai që nuk ka qenë,
shemë rasti Tropojës, po edhe jo vetëm, që nuk kanë shkuar në zgjedhje. Dhan ka pasur edhe një vullnet politik për ta quajtur edhe çështjen në zgjedhje, përkundër atyre akuza që u bën nga opozita dhe shkoi zoti Vilia sot është në masë të sigurisë dhe në rast se vendimi i gjykatës kushtetuese është i tillë saqë nuk e merr në shtyrim dhe lexon ankimimin e zotit Vilia, i bie që presidenti i Republikës të dekretojë një datë të re të zgjedhjeve dhe çështja të futet dhe të kemi një proces normal ligjor dhe kushtetues të zgjedhjes për kreun e bashkisë. Qartë. Mirë, zoti Rezi, për ta mbyllur sepse tashmë jemi në fund, ndalemi edhe një pyetje të fundit tek zëvendës kryeministria, një herësh edhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila është paraqitur ditën e dielshme në SPAG. Si e keni parë dhe çfarë mendoni se do ndodh tashmë? Kjo është në vazhdim e atyre akuza që janë ngritë edhe për rastin e Zojës Balluku, ku opozita nuk ka qenë e kursye për hir vërtetës dhe opozita shef si një triumf të betejës së saj politike dhe siç ishte rasti i Velis, ku pas shumë procesave që ndodhen nuk shkojnë në këtë para dyerve të bashkisë shkojnë në këtë rezultat të saj dhe mund të themi që edhe kjo e zotit Balluku, opozita shes një bilans pozitiv të luftës së saj politike ndaj akuzat të ngritura ndaj, po mendoj që është një procedurë standarde e ngritur ku ka kosto për hir vërtetës për qeverisje, sepse është numri 2 më i fuqishëm publik dhe politik i qeverisjes për një akuzë e cila do kohën e vet të provohet, të ka marrë statusin e panderës dhe nuk ka një masë sigurie në dëm të saj në kuptimi, po është një procedurë e cila vazhdon dhe zgjat, kuptohet dhe dan gjykata dhe këto organizma, dan organi i SPAG-ut vendos mbi bazën e fakteve dhe provave dhe jo mbi bazën e individëve dhe autorëve, don vetëm thjesht duke i ballafaqur këto fakte dhe prova, atëherë merret vendimi ku Zoja Balluku është në drejtën e saj për ta mbrojtë veten për akuzën e ngritur për shkeljen e barazisë pjesëmarrëse në tendra dhe pastaj do të është një proces i cili në vetvete krahas një proces ligjor është edhe një proces politike, sepse do dhe një lloj autorizimi edhe nga parlamenti për t'i dhënë autorizim në rastin konkret një organit të SPAG-ut në mënyrë që të vazhdojmë me